Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Seanca konstituive për legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës u ndërpre pas afro 2 orë punimesh. Deputetët arritën të kalonin pikën e parë të rendit të ditës, atë të miratimit të raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Partitë opozitare argumentuan se anëtarët e qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet nuk dorëzuan me kohë dorëheqjet e tyre nga postet ekzekutive. Kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka dhënë dorëheqje nga posti kryeministrit, edhe anëtarët tjerë të qeverisë që janë zgjedhur deputet kanë dorëzuar dorëheqjen. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari e ndërpreu seancën dhe tha se do ta njoftojnë presidentën e Kosovës Vjosa Osmani se si të veprohet më tutje. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka quajtur sulm kundër Republikës së Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike vendimin e opozitës që mos ta votojnë raportin e Komisionit për verifikimin e mandateve. Deputetët e opozitës PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK sot votuan kundër raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve. Në një votim krejt formal e teknik që bazohet në dokumentacionin e KQZ-s, ata u rebeluan kundër betimit të deputetëve dhe konstituimit të legjislaturës së 9, ka shkruar Kurti në Facebook. A i tha se ky është sulm brenda institucional kundër Republikës së Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike. Kjo situatë është e paparë në shtetin ton e shumë gjerë. Ne qeverisim mbar e mirë, këta lanam e bëjnë lajmë të keq për shtetin ton. Se janë kundër qeverisë e Republikës dihet, por se janë edhe kundër vetvetes, këto e mësuam sot, ka shkruar kryeministri në detyrë Albin Kurti. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve të zgjedhur nuk ka kaluar në Kuvend. Ishin 52 deputet për 46 kundër dhe 11 deputet që abstenuan. Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë votuar kundër raportit të Komisionit të Përkohshëm. Ndërkaq pro këtij raporti kanë votuar deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të Nismës. Faton Peci është deklaruar po ashtu para gazetarëve pas ndërprerjes së seancës. Raporti i cili u shqyrtua në këtë komision dhe me shumicë votash kaloi, por vlen të theksohet ashtu siç u pajtuan komision, që për këtë raport kundër ishin Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje ishte i gatshëm që të jetë i pranishëm pra me prezencë fizike në këtë seancë, po ashtu të votoj raportin e Komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve, të bëj betimin e deputetëve, të vazhdoj me procedura tjera. Ndodhi një situatë e pa precedent. Pra opozita nuk e votoi raportin e Komisionit për verifikimin e kuorumit dhe mandateve. Pra është një situatë që nuk ka ndodhur në të kaluarën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi. Pra kjo opozit asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hall kryetarin e lëvizjes, këta kanë hall Albin Kurtin, këta kanë hall Lëvizjen Vetëvendosje. Unë si ministër në detyrë, sot kam dhënë dorëheqje tek varësi im, këtë rast kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, edhe rrjedhimisht me qenë se është detyrim ligjor dhe kushtetues, konstituimi i Kuvendit edhe pika numër 1 që nënkupton verifikimi i mandateve, një gjë të tillë pamundësoi lista serbska me abstenim dhe opozita duke votuar kundër. Kjo është një rrethonë e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullorës së punës së Kuvendit nuk është e paraparë dhe definuar. Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së betimit. Ne para dhënies së betimit i kemi deponu dorëheqjet tek shefi i qeverisë Albin Kurti, e Albin Kurti i ka deponu pjesën e dorëheqjes
ish kryetarit ose kryetarit në detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri, Glauko Njufsës, nuk ka asnjë mekanizëm tjetër se si mund të veprohet ndryshe. Ajo që dihet është që Lista Srpska dhe opozita e pamundësoj konstituimin e institucioneve ose hapin e parë zgjedhjen e kryetarit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se nuk mund të votojnë raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, pasi sipas tij është kundër kushtetues. Pas ndërprerjes së seancës konstituive, Krasniqi në një adresim për media tha se pa dhënë dorëheqje qeveria e Kosovës, PDK-ja nuk do të votojë pro këtij raporti. Nuk mund ta votojmë një raport të tillë sepse është kundër kushtetues. Aktualisht, në të njëjtën kohë, që nga kryeministri Kurti, gjithë ministrat që janë zgjedhur deputet, po tentojnë që të mbajnë edhe pozitë ekzekutive dhe pozitë legislative, gjë që ndalon Kushtetuta e Republikës Kosovës. Pra, Kushtetuta e thot qartë që nuk mund të bësh deputet nëse je kryeministër, nëse je ministër, nëse je në pozicion ekzekutiv. Këta janë, sepse s'ka ndonë dorëheqje, në mungesë të një dorëheqje të tillë, Partia Demokratike e Kosovës nuk mund të votoj një vendim, një raport në këtë rast, i cili është kundërshtim me Kushtetutën. Nëse do të ndodhë ajo që është kërkuar qysh herët, siç e dini, pra dorëheqja nga pozicionet ekzekutive, atëherë mund të ndryshojë situata. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se partia e tij do të votojë raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit, sapo që Albin Kurti dhe ministrat e zgjedhur deputet të japin dorëheqjen. Ndërprerjen e seancës së sotme të Kuvendit ai e konsideroi si një epizod të errët në demokracinë parlamentare. Ai tha se qëndrimi i vetëvendosjes është jo kushtetues, që bëhet si pjesë e një loje politike për të zvaritur edhe më shumë krimin e institucioneve dhe për të blerë kohë. Është një epizod i errët në demokracinë parlamentare, ku partia fituese nuk respekton rregullim bazik kushtetues, që thotë që një i zgjedhur s'mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet në njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe blerë kohë. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin dorëheqje prej pozitave që i kanë, të ulen në ulsat e Kuvendit si deputet të Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet të Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Sa për akuzat tjera, po i sheni se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese, dhe du të them një gjë të thjeshtë. Ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë e ardhshme, më së paku du të flasim për koordinime të tilla. Në qoftë se është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtit kanë vazhduar zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlere ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministër i Kosovës. Ju lutj shkoni tek kryeministria, sheni a është kryeministri i Kosovës kryeministër apo është deputet në Kuvendin e Kosovës, sepse dyja s'mund të bëhen. Pra ne kërkojmë që të jetë një akt normal, minimalist, kushtetues për Republikën e Kosovës, të ketë një dorëheqje, mos varritet procedura e votimit dhe LDK-ja do të votojë raportin me njëherë sapo tipet dorëheqja me 20 votat e palëkundura të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Eugen Cakolli nga KDI ka njoftuar se bllokimi i seancës së Kuvendit ka qenë i pritshëm dhe hapi kryesor i zhbllokimit të situatës janë 15 dorëheqjet e 15 ministrave tek Sekretariati i Kuvendit të Kosovës. Cakolli u shpreh se nuk mjafton vetëm dorëheqja e Kurtit nga posti i kryeministrit, por duhet kolektivisht me ministrat në detyrë. Dua të nisë nga kjo, nuk kalon raporti i Komisionit Hetimor, çka i bie kjo?
Në fakt ka qenë e ditur prej disa ditësh që raporti Komisionit përkohshëm për verifikimin e mandateve do të ketë probleme të shumta që të kaloj për shkak të situatës kur kemi kryeministrin dhe të paktën 15 ministra të tjerë, të cilët janë në papajtueshmëri të mandatit të tyre për shkak se nuk kanë dhënë dorëheqje formalisht e ligjërisht siç përcaktohet me nenin 26 të ligjit për qeverinë. Prandaj në kuptimin parimor nuk mundet që dikush ta marrë mandatin e deputetit, duke pasur njëkohësisht pozitë valide të antarit të qeverisë, qoftë kryeministër apo ministër. Qoftë edhe në detyrë, siç ishin edhe më tash. Në fakt, dorëheqja u kërkohet pasi që t'jenë qeverinë në detyrë. Pra neni 26 që obligon që t'japin dorëheqje pikërisht tash kur janë qeverinë në detyrë, dhe në fakt ka disa javë vonesë që nga momenti kur është dashur që t'japet kjo dorëheqje, dhe unë e shoh krejtësisht të pakuptimt dhe të parësyeshme një insistim të tillë për të mos dhënë dorëheqje, duke ditur që kjo mund ndikojë në pezullimin e procedurave, respektivisht pamundësimit të konstituimit të kuvendit, sepse pa u votuar ky raport i këtij komisioni nuk mund të kalohet në asnjë prej pikave tjera, as dhënien e betimit, as më pak të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. E dim që ishte miratuar pikërisht nga pushteti apo nga kjo qeveri kurti ky ligj i cili kërkonte dorëheqjen e stafit të qeverisë apo kryeministrit dhe ministrave të tjerë. Mendoni se është bërë qëllimisht kjo situatë, është krijuar kjo situatë që të vim në një moment kur duhet të pezullohet seanca dhe të mos ketë mbarvajtjes ashtu siç duhet? Unë nuk e di nëse është e qëllimshme si vonesë, por ajo çfarë është e qartë që nuk ka numrat nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, sepse po të ishin numrat për zgjedhjen e kryetarit, atëherë ky raport do të mund votojë me shumicë të thjeshtë të votave, sepse nevojiten vetëm shumica e deputetëve të pranishëm dhe që votojnë, por që unë besoj tashmë është taktizim politik, por që në anën tjetër pasojat kryesore të kësaj i bartë vetëm qytetari dhe në fakt pamundësia për konstituimin e kuvendit. Nisma qytetare, grupi Asnjë Cent më shumë ka bërë të ditur se të shtunën do të mbahet protesta e radhës kundër shtrenjtimit të rrymës, ndërkohë që janë duke përgatitur edhe padin kundër ZRE-s dhe presin nga gjykata që ta pezullojë vendimin për shtrenjtimin e energjisë elektrike edhe për 16% të tjera. Qytetarët thonë se institucionet nuk do duhej me kaq lehtësi të shpërfillin kërkesat e tyre. Vendimi i ZRE-s për shtrenjtimin e energjisë elektrike edhe për 16.1% të tjera ka friksuar qytetarët se përveç faturave të papërballueshme, ata do të ballafaqohen edhe me një valë të re të shtrenjtimit të produkteve esenciale. Por pavarësisht kësaj, shqetësim kryesor i tyre është përfillja e kërkesave të qytetarëve kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike. Sigurisht ka në kohën më të vështirë, kur çmimet po rriten çdo ditë, pagat e ulta, papunësia e madhe dhe besoj që ndikon keq në çdo familje. Po as ka mundësi punë, është lodhë për gjitha këtyre. Shë sot kuvendin, çfarë manipulimesh bojnë, për tyre pret që të rregullohet. Asnjë cent më shumë! Asnjë cent më shumë! Dy protestat të njopasnjëshme kundër shtrenjtimit të energjisë nuk i bindën antarët e bordit të ZRE-s që të mos marrin vendim për shtrenjtimin e energjisë elektrike. Por pavarësisht se ZRE-n nuk e bindën dy protesta brenda një jave, organizatorët e këtyre protestave, iniciativa qytetare grupi Asnjë Cent më shumë, bën të ditur se të shtunën do të mbahet protesta e radhës. Kryetari i klubit të bizneseve Ilir Ibrahimi tha se Kosova ka një mundësi të artë për të dëshmuar partneritetin ndaj SBA-ve në rast se do të hiqte taksën prej 10% në mënyrë të njëanshme. Ibrahimi ka vlerësuar se taksa reciproke SBA-ve ndaj Kosovës nuk ka shumë ndikim në ekonominë e vendit, megjithatë heqja e njëanshme e tarifës prej 10% për mallrat e SBA-ve do të kishte një simbolik të madhe. Me Ibrahimin bisedoi kolegu Shkëlzen Lakna. Kosova ka pasur një status preferencial me Shtetet e Bashkuara, mirë po fatkeqësisht nuk është shfrytzuar. Në vitet 2022-2023 kemi pasur një rritje të eksporteve nga Kosova, që ka qenë kompania Komodita, që ka eksportuar dyshek në Shtetet e Bashkuara dhe ky eksport ka shkuar deri në 130-140 milion euro.
Mundësit ekzistojnë, pa dyshim, sidomos tani që kemi një luftë tregtare në botë dhe nëse Kosova do të dinte të shfrytëzonte këto mundësi, largësia nuk është pengesë, është normale, ka një kostë shtetë sepse kostot e transportit, mirë por nëse ne do të veproni me mençuri, do të mund të zinim një hapësirë në këtë ndryshim të madh në ekonominë botërore, dhe kjo do të sillte të mira Kosovës. Pra, është një mundësi e mirë që të vendosim apo të vendosim në një pozitë strategjike dhe të shfrytëzojmë këtë moment, duke qenë ekonomi e vogël, nuk është se kemi domethënie të mëdha në këto lëvizje të mëdha, mirë po duke shfrytëzuar marrëdhënie strategjike që kemi me Shtetet e Bashkuara, që ta shfrytëzojmë këtë edhe në çështje ekonomike. Nga ana e Shtetet e Bashkuara ka një interes shumë të madh që të rritet bashkëpunimi ekonomik me Shtetet e Bashkuara. Ne si sektor privat kemi interes të madh, sepse bashkëpunimin ekonomik nuk e shohim vetëm në suatat të bashkimit ekonomik, mirë po çdo bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara është edhe bashkëpunim strategjik. Për shembull, projekti i gazit natyror duhet të vinte në tavolinë, duhet të identifikoheshin projekte të tjera të cilat do t'i ofroheshin kompanive amerikane si një lloj bashkëpunimi strategjik. Por nuk po shohim një lëvizje të tillë, e kemi parë vetëm këtë thirrje nga presidentja e Kosovës për të hequr tarifën, por është një moment i mirë që të identifikohen edhe fushat e tjera të bashkëpunimit, sepse kjo administrat e ka vënë bashkëpunimin ekonomik si në qendër të marrëdhënieve me të gjitha shtetet e botës, dhe ne duhet të ishim proaktiv që të jemi më të hapur dhe të marrim hapin e parë ne, që të ofrojmë projekte të ndryshme të cilat do të mund të ishin atraktive për kompanitë amerikane dhe si rezultat edhe për qeverinë amerikane. A mendoni se po që se e kishim bërë hapin që t'u heqim taksën janshëm, do kthenim vëmendjen e bizneseve amerikane, do shkonte si lajm, them, si mesazh? Po nëse do të dinim ta shfrytëzonim mirë, sepse kemi pasur 2-3 deklarata nga senator. Pra, tarifat janë lajmi kryesor në Shtetet e Bashkuara, pra nëse dëgjoni çdo televizion në Kosovë është duke folur, në Amerikë është duke folur vetëm për tarifat. Dhe tani nëse një vend i vogël si Kosova e merr një hap të tillë, atë normal që bëhet lajm. Pra, nuk duhet parë vetëm shumë, pra në këtë rast nuk është kontabilitet marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara, është marrëdhënie strategjike. Pra, ne duhet ta gjejmë mënyrën se si të vijemi në vëmendjen e administratës amerikane dhe kjo të bëhej lajm. Prandaj edhe e ka mirëpritur vendimin dhe kemi bërë thirrje edhe qeverisë së Kosovës, ne si klubi i biznesit, që të merret parasysh heqja e tarifës nga Shtetet e Bashkuara, sepse kjo është marrëdhënia që kemi me këtë shtet të madh, të cilin ne gjithmonë e quajmë mik, mirë por duhet të tregojmë edhe në momente të tilla se çfarë mund të bëjmë për këtë shtet mik. Vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, 9 persona humbën jetën në vendin e punës apo si pasojë e lëndimeve të marra në këto hapësira. Kryetari i sindikatës së sektorit privat Jusuf Azemi tha se përgjatë vitit të kaluar kanë qenë 12 raste të punëtorëve që kanë humbur jetën në rrethana të tilla. Sipas tij, siguria në vendin e punës në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Si me zona tona zyrtare, në vitin 2024 kemi 12 raste të vdekje në vend zyrtit punës, që nga 1 janari 2024 deri me 31 dhjetor të vitit 2024. Po në këtë 4 mujoshin e parë të vitit 2025, a kemi ndonjë shifër? Fatkeqësisht është viti më të merrues, viti më i dhimbshëm, sepse që nga 1 janari vitit 2025 deri me ditën e sotët që po flasmin, datën 15 prill 2025 i kemi 9 raste, që do të thotë është një shifër të madhe. Nëse bëjmë një krahasim në mes të janarit dhe aprillit të vitit kaluam dhe të këtij viti, në vitin e kaluam kemi pasur vetëm një rast vdekje deri në këtë periudhë, kurse tani në vitin 2025 kemi 9 raste, që do të thotë që nga pas lufta asnjëherë nuk kemi pas numër më të madh të raste vdekje se sa në këtë periudhë. Vetë fakti që në Kosovë vdesin 4 herë, 4 vesh më shumë punëtor se sa në vendet tjera, tregon që ne nuk e kemi kushtuar për kujdesje pak kësaj çështje. Vetë fakti kur ne për shembull për një periudhë 3 mujore, 3 kemi 9 raste dhe institucionet shtetërore, inspektorati i punës nuk e ka thonë asnjë fjalë të vetën, as si të mbrohen këta punëtor pas një farë forme të kemi një përkujdesje pas rastit të vdekjeve, bën me dije se për këtë rast nuk po çon kokën askush, se një farë forme nuk bën përgjegjësinë askush, edhe pse normal që institucionet tona paguhen që ta ruajnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve.
situata gjendje ekonomike, sociale, këta punëtorë shpeshherë i shtyjnë aty edhe për të rrezikuar jetën me qëllim që të ndihmojnë familjes tyre. Dhe po themi kjo është më e rënda që faktikisht punëtori ka vdek dhe ne si institucione absolutisht mirëmi me ditën kur vdes, mjetet e informimit shkruajnë dhe pastaj nuk ndërmarrim asgjë përkundër asaj që ne që 2 dekada kemi kërkuar që ta kemi një fond veçantë që s'pakut për këtë rast ta kemi një mbështetje financiare nga institucionet tona, por megjithatë ato nuk e bojnë. Domethënë qëllimi i institucionit është që nga çdo punëtor të përfitoj kontributet për shtetin dhe mos çaj kokën nëse në këtë rast mund ndodhë që edhe humbi jetën punëtori. Ligji i ri për tatimin e pronit, i cili hyri në fuqi nga 1 janari këtij viti, pritet të godasë në mas të madhe qytetarët, komunat si dhe biznesët. Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, pret që ky vendim të rishikohet pasi që në të kundërtën dëmet do të jenë të mëdha, ndërsa thekson se deri më tash ka munguar koordinimi mes institucioneve qeveritare dhe atyre lokale. Pjesa e kryetarëve të komunave është dhe ka qenë edhe në të kaluarën që vlera e tatimin pronë të jetë si përpara amandamentimit ligjit për tatimin pronë, ku aty është parapar edhe një shkallshmëri sa i përket pagesës së tatimin pronë. Dihet që fakturat e tatimin pronë janë ngritur jashtëzakonisht shumë, në disa raste kanë shkuar deri në 200% dhe duke marrë parasysh situatën ekonomike të qytetarëve të Republikës Kosovës, kryetarët e komunave kanë kërkuar që ky listë amandamentohet. Dhe fatmirësisht, duke i marrë parasysh kërkesat e kryetarëve dhe brengat e qytetarëve të pasqyruara përmes kryetarëve dhe përmes asociacionit, në strategjinë legislative të këtij viti është parapar amendamentimi i ligjit për tatimin pronë dhe po shpresojmë që asociacioni do të jetë antar i grupit punues ku do t'i pasqyrojë dhe qëndrimet e kryetarëve të komunave në mënyrë që xhepi i qytetarëve të lehtësohet sadopak përmes tatimit në pronë. Duhet marrë parasysh që disa komuna normën e tatimin pronë ku kompetent është komuna e kanë zbritur, do të thonë nga 0.15% e vlerës së tatimin pronë në 0.10% të vlerës së tatimin pronë. Neve mendojmë që qeveria pas zgjedhjeve të shkurtit do të ketë një bashkëbisedim të sinqert me kryetarët e komunave dhe me asociacionin e komunave të Kosovës në mënyrë që xhepi i qytetarit sadopak të lehtësohet. Marrë parasysh që tatimi i parapar me ligjin aktual, i cili shkalla tatimore progresive, niveli qendror për këtë vit e ka pezulluar. Mirë po kjo nuk do të thotë që vitin e ardhshëm kjo nuk do të zbatohet dhe me zbatimin e shkallës tatimore të parapar me progresive me ligjin aktual të tatimin pronë, normal që fakturat për disa biznese do të shtohen jashtëzakonisht shumë, do të shtohen rreth 300% në bazë të analizave që kemi bërë si asociacion dhe po shpresojmë që gjatë këtij viti ligji mbi tatimin pronë të amandamentohen në mënyrë që të akomodohen kërkesat e kryetarëve të komunave, të cilat e dinë situatën ekonomike të qytetarëve të Republikës Kosovës shumë më mirë se sa niveli. Shikues të nderuar, për këto dhe informacionet të tjera, klikoni edhe në portalin ton rtv21.tv. Miropafshim.